Ne, përballë çdo civilizimi, çdo shtetrimi, çdo zhvillimi, du të me qëndru si nxanc, jo si konsumator. Me nejtë si nxanc, i bjen që ti e veshtron, edhe munohesh me mësu. Edhe nuk është e pamunde, një ditë nxanci me konë ma i meqëm se mësusi. Së është e pamundshme. A me nejtë konsumator, 1000 vjetë ti shkon të blitë, ti kur s'di me bo vetë, kur s'mëson me bo vetë. Muhammed El Ghazali, a e ka një farë historie me një qënë, me një musliman, vjen me vetë, a i thotë, Hoxha Efendi, ku me njitë orën, a me njitë orën në orë djath, a me njitë orën në dorë të majtë. Jo ndo fetarë, këto e bojnë qështje, e bojnë këto film, dhe më thonë këto e bojnë kauz, ora ku du të më vënos. E u shkua ideali i ri, Muhammed Ghazali ka thonë, Hoxha Efendi, cilën dorë me njitë orën. I ka thonë, veç prodhu, e se ta prodhejsh edhe në kamë gjite. I jep një përgjigje ironike me i tregu se tema jote u dosh me konë të prodhimi, jo në cilën dorë me vendos. Tema jote u dosh me konë atë jo këtu. E si ta realizojsh prodhimin, tani këshim ujtë me funë në cilën dorë. Po para qko që ti nuk e ke prodhu, faktikisht ti je konsumator edhe shumë pak e rëndësishmë është, a ki me njitë në dorë djath, a ki me njitë në dorë të majtë.